Ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Greta Kazazi ka qenë së fundmi e ftuar në një emision. Ajo ka folur për projektet e saj televizive pas daljes dhe nëse fejesa ose martesa me vëllain e Selin do të jetë në plan. Por jo vetëm kaq, pasi në një moment kur po fliste me vjerrën e saj, Elona Duro e mori atë në telefon. Zonja Jasmina foli fjalë shumë të mira për Gretën, si dhe kishte disa fjalë dhe për vajzën e saj Selin, e cila është që nga dita e parë brenda në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Greta është dashuri, ëmbëlsira e shtëpisë tonë, tamam si një kukull. Fjala vjerë është fjala më e shëmtuar që mund të ekzistojë. Jam shoqja më e mirë e Gretës. Greta është goca ime e tretë, ajo ta imponon dashurinë. Greta tërboi gjithë shqiptarët, jo ne që jemi 5 veta në familje. Marrëdhënia e Gretës me Selin, siç është dhe formati një eksperiment social. Greta ishte më vete, Selin më vete, por Greta me dashurinë që ka ja imponon të gjithëve dhe s'kam parë diçka që të them se nuk shkon. Për mua, si mami Jasmina, ka qenë një eksperiencë vështirë, por duke qenë se Greta ka qenë aty dhe doli një video ku Selin donte të rindë vetëm, por duhet ta njohin Selin siç vetëm ne dhe Greta dim. Spektaklin le ta fitojmë më i miri. Kam qenë dhe do të vdes krenare për Selin. Kam dhe emocione, por Selin është Selin dhe Queen. Kam simpati dhe për Stenaldën. Është një djalë super i formuar, por edhe shëndritje është në top, tha mami Jasmina në një lidhje telefonike për herë të parë.